Do të mësohemi ta fillojmë ditën me falënderim. Si furnizohesh ti me energji pozitive që ta shpërndash më pas të të tjerët? Baza e furnizimit me energji pozitive është meditimi. Dhe meditimi është një aksesi drejt për drejt tek ai burimi i brendshëm i energjisë, që është një energji autentike të cilën e ka secili, dhe kur ne arrijmë ta qetësojmë mendjen nëpërmjet teknikave të meditimit, befasohemi edhe vetë se sa energji kemi. Është një energji e pashtershme, është për neve aty, është një dhuratë për ta ushqyer këtë sistemin që quajmë ne mendje, trup, shpirt, por fatkeqësisht jo secili arrin që ta aksesoj atë, sepse nevojitet të bësh diçka para kësaj. Do të mësohemi ta fillojmë ditën me falënderim. Vetë falënderimi, pavarësisht se si ndihesh, të jep një lloj freskie që nga fillimi i ditës. Dhe jo me ata sfidat dhe gjërat, ngarkesat që ne mendojmë se do ndodhin, po kjo është e para. Dhe natyrisht ndonjë lëvizje, ndonjë ushtrim, nëse dikush bën yoga, tani do përmendi jogën, por para së gjithash meditimi është bazik, që ne mos e lëshojmë krevatin me njëherë, po sapo i kemi hapur syt, t'i dhurojmë vetes një 5 minuta, 3 minuta, bëjmë disa frimarje të thella dhe t'i falenderohemi krijuesit madh ekzistencës që i hapëm syt dhe kemi në dispozicion një ditë me plot surpriza.